Mirëmbrëma miq të Radio Televizionit Korçë, si çdo të njëjtë jemi rikthyer në ekranin tuaj të dashur dhe jemi në emisionin Thash e them Sport. Me mua si gjithmonë në studio është i zakonshmi Petrika. Përshëndetje Enea. Është kënaqësi që si ishte kjo javë, tani do donim të ishim ndryshe sot, entuziast, të lumtur, por ne ishim të parët që ditën e njëjtë u zhvillua ndeshja, ne ishim të parët që i paraprim asaj vrullit, asaj ndeshje dhe emocioneve të asaj ndeshje. U zhgënjyem më pas edhe nga Kosova, po diçka më pak te Kosova sepse e bëri që kishte në dorë. Ne paralemëruam që javën e kaluar pak pjesën e sulmit që nuk ishte vendosur mirë Shqipëria, po dhe fatkeqësisht rezultoi që problemet erdhën atë nga trajneri dhe nga pjesa tjetër e lojtarëve të cilët ishin pa minuta. Për të hyrë pak më vonë në detajet por që ishte vërtet një zhgënjim sepse ishte një mundësi që ne mund ta kishim shfrytzuar, pra ishte shansi që ne ta fitonim këtë ndeshje dhe të bënim hapin e madh për të shkuar drejt botrorit. Kjo është në fakt për të ardhur keq sepse për të paktën nga mënyra se si shkoi ndeshja, Shqipëria mund të kishte bërë edhe më mirë në atë ndeshje, mund ta kishte menaxhuar më mirë avantazhin, mund të kishte kaluar në avantazh të dy fisht me rastin e Nedim Bajramit. Mund të kishte kaluar sërish në avantazh me Pilon, një lojtar i ri që e pam për herë të parë, por nuk ja doli dot. Ishte edhe një rast tjetër i Bajramit që gjuajti kur mund të kishte pasuar te dy lojtarët që vinin sepse tre, po mirë. Kush e kalojnë atë rast? Po të dy ishin me flagrant fare, sepse aty ishte fare hapur që mund të kishim shënuar. Kështu që të vjen vërtet keq që Shqipëria është eliminuar dhe nuk do jetë pjesë e kampionatit botror. Ishim aq afër ëndrrës të madhe dhe tani duhet të presim edhe 4 vite të tjera për të shpresuar sërish sepse nuk i dihet si. Mos kemi që telefonat. Si do shkojnë gjërat. Kemi telefonat, ne nuk kemi lançuar numrin, do i nga këta që e din numrin. Fansat besnik të emisionit. Jo, jam i sigurt. Kemi telefonat apo jo? Jo, Okej, atëherë besoj se është momenti për të lançuar edhe numrin sepse do të lançojmë numrin që të kemi telefonat. Që të patjetër, sepse un kam vënë re Enea që edhe opinioni është shumë i mërzitur dhe shumë i bezdisur nga kjo. Normal që është i mërzitur se shikoj, di çfarë bën se të fillonte ndeshja dhe të bënte direkt Polonia gol 1-0. Ishte polonisht na vinte në presion. Po mënyra si shkoi ndeshja kjo të bën të jesh i keq ardhur. E kishim ashtu është siç the ti, e kishim në dorë ndeshjen, pjesë e parë shkoi jo se bëm një gjë të madhe ne, por shfrytzuam atë gabimin e mbrojtjes polake me golin e Hoxhës dhe pastaj kishim pothuajse madje në shtypet polake pas pjesës së parë dhe e mendonin të eliminuar Polonin sepse e panë që ky ekip s'kishte shumë forcë. Dhe mua për këtë më erdhi keq vërtet Petrika sepse nuk ishte një Poloni e frikshme. Do të thënë me një ndoshta trajner pak më kurajos se Silvinho janë në këtë ndeshje mund të kishte eliminuar Polonin shumë më më thjesht. E bëri Suedia. Okej, dhe ata vuajtën. Ishte një tjetër Polonia, jo? Ishte tjetër Polonia, jo. Po përballë nesh kishte shumë vështirësi. Ashtu siç mund të ishim dhe ne një tjetër Shqipëri përballë Suedisë, do të ishim më të motivuar. Nuk i di si shkonin gjërat, po ne të shkonim deri te Suedia, pastaj. Po, të shkonim te Suedia dhe unë këtë kisha si merak, domethënë, nuk ishte Poloni siç e prisnim ne. Ashtu siç na doli Serbia, që doli një flusk sapuni, pra kishte shumë probleme me atë. Dhe Polonia nuk ishte akoma një ekip i konsoliduar. Po ta mendosh, do me thënë, e vendosën ndeshjen dy lojtarët më me eksperiencë të Polonisë, Lewandowski dhe Zielinski. Do me thënë, dy lojtarët që janë ndoshta Lewandowski por edhe Zielinski e ka kaluar ndoshta atë kulmin e tij në kombëtaren dhe edhe ai po do filloj tani të zbresë gradualisht. Kështu që prapë është lojtar i rrezikshëm ai dhe për mua ishte gabim i mbrojtjes tonë që e lanë Zielinskën kur ju e dini shumë mirë që ai lojtar vetëm goditjen i ka ngelur. Ai para se të bënte atë golin aty, po ta shikoj ndeshjen, tentoi dhe në 2-3 momente të tjera të gjente hapësirën për të goditur. Ndërsa nuk mendoj që ishte aty faji, sepse ishte larg një herë dhe pastaj u krijua hapësira, një gjë që krijohet në mesin e fushës, faji mes fushorëve aty, sidomos ndoshta i Sheut që ishte edhe në rolin e shkatruesit. Nëse do bëj me faj, plotësisht është te goli i barazimit te Lewandowski, që janë 2-3 futbollistë që janë totalisht me faj aty. Unë në fakt u madha të shkruaja për Hysajin deri në momentin e golit të barazimit. Ishte shumë mirë inkursionin, në një vendosur mirë në mbrojtje dhe do të thësh, shiko, ky është Hysaj Petrika që ne duhet kemi besim. Pastaj te goli. Po, nuk është se ishte faji i tij 100%. Ishte faji i Xhimshitit, sepse i shpëtoi mbulimit të Xhimshitit, ishte dalja e gabuar e Strakoshës. Po, problem i madh i Strakoshës, e ka
ndryr këtë, edhe pastaj dhe Hysa që po aq me 7 lartësinë e tij përballë Lewandowskit e kishte thua se të pamundur edhe të kërcente. Shiko, unë nuk po them se Hysa nuk do luante një ndeshje. Do bënte një ndeshje sepse eksperienca që ka Hysa, do ta bënte një ndeshje normal. Mirë, po unë druhesha sepse kjo mungesa e luajturit, atë të sjell dhe gafa dhe gabime. Tash s'mund të rish mbrojtësit, s'mund të rish sulmuesit kundërshtar me duart e ngritura. Në 2-3 raste Hysa me duart e ngritura nuk kërcente. Po edhe një moment, nuk e di, ishte një inkursion i bukur nga krau i majtë, një nga ata mbrojtësat, një kalim Hysa e la shumë mbrapa fare, me një lëvizje fare të thjesht, e la mbrapa, doli aty dhe pasoi në qendër, por e largoi Gjimshiti, po nëse të kujtohet si rast. Kështu që Hysa është lodhur, është në vitet e fundit të karrierës, patjetër që duhet të hap krahun, por mbetet ai problemi që ne kemi 34 vjet nuk është shumë i madh. Mirë, po ai po e mbyll, gradualisht ai po e mbyll. Duket sikur po e mbyll ose do të ul nivelin tani, do të shkojë te një ekip më i dobët, do mbashë seri B. Nuk është më, po fati keq që joni është që s'kemi një zvendësues të Hysa. Do ta gjejmë ne, do ta gjejmë një zvendësues. Po do na duhet shpejt se do fillojnë eliminatorët për sërinë. Do të lutesh edhe një regjis për të vendosur numrin e telefonit në ekran në mënyrë që të vinë edhe miqtë tanë që i kemi të përhershëm për të diskutuar dhe ata për ekipin e kombëtares. Miqtë e përhershëm, por edhe të rinj, pse jo? Pse jo, patjetër, dhe besoj se do ketë edhe miq të rinj. Okej, tani unë dua të pyes se e di që mendimi jot për Silvinjon nuk është nga më të mirët. Unë para meme kur unë kritikoja Silvinjon, unë këtu jam bërë meme, kam marrë, mos të them 50 komente, ndër të cilat 35-40 ishin që kush është ky që po flet kështu për trajnerin, kush është ky pse flet kështu për trajnerin, sepse vinim nga një fitore me Serbin. Dhe normalisht njerëzit ishin të egzaltuar. Por unë sot kam të drejtë të them çfarë të dua dhe kam të drejtë të justifikoj veten që unë isha ai që kam patur besim te Kisha besim sepse po e shikoja me rezerva. Okej, telefonata e parë ndërkohë sapo ka mbritur dhe ne do ta mirëpresim. Alo? Përshëndetje Petrika, Spartaku nga Kolonja. E kemi besoj një telefonat. Alo? Spartaku nga Kolonja. Alo, përshëndetje? Përshëndetje Petrika. Përshëndetje Spartaku nga Kolonja. Nuk dëgjohet mirë Spartaku, nuk dëgjohet mirë. Nuk lodhet Spartaku që merr në telefon. Ja më mirë për Spartaku që merr në telefon, po nuk dëgjohet mirë. Dëgjoj Petrika. Së dëgjuam, nuk të dëgjojmë mirë Spartak. Po, Petrika, po tani. Po, tani të dëgjojmë. E gjeva vetëm këtë. Lere, kaq i rënë të plasja aty Bajramit. Spartak na vjen keq, nuk dëgjohesh shumë mirë, mbas se shkoj prishur ande nga je dhe nuk ka vajtë. Dëgjojemi te njëjtën tjetër se ti do marrësh prapë. Jo, nuk do dëgjojemi te njëjtë, por do dëgjojemi. Jo, do ta zbulojmë më vonë. Prito kemi një surprizë për të gjithë në fund. Nuk e di është pozitive apo jo. Ata e dinë. Do bëjmë si ai në të filmi. Po kemi një surprizë, qëndroni deri në fund të emisionit. Të gëzojnë ata që s'më duan. Okej. Tani, jemi tek Silvinjo. Po. Është e vërtetë që, domethënë, nuk besoj se del një tifoz shqiptar që e do kombëtaren me shpirt, siç e duam të gjithë, që të thotë Silvinjo të qëndroj, po e thotë. Jo, nuk të thoja këtë. Që të thotë që Silvinjo është një trajner kurajos. Këtë nuk e thotë askush. Jo, këtë nuk e thotë. Ose nuk del askush që të mohoj faktin që Silvinjo është trajner frikacak. Po. Domethënë, kjo ja bën mu dhe është e dukshme, po. Nuk ka dyshime kjo pjesë. Ai është një trajner vërtet frikacak. Po. Për ta bërë. Ai ndoshta mund të mendoj këtë faktin kështu. E kualifikoj unë Shqipërinë në botror me mënyrat time, me frikën time, me mbrojtjen time, edhe pastaj le të më quajnë mua frikacaka, ri historinë unë më bëj. Po arrit historinë dhe po dhe ne nuk e duam. Ne do të themi 2-3 gjëra që të shkojnë, po ti ke arritur objektivin. Ne donim që ai në fundit edhe me frikën e tij që karakterizon le të kualifikojë more se ne atë donim. Pra, po ne na pëlqen të shohim një kombëtar të bukur, më dhe për momentin Shqipëria i ka kualitetin. Se ka disa lojtarë shumë të mirë. Një ekip që të luante në botëror, më kaq na duheshë. Po mirë, po pse jo edhe me lojë të bukur tani? Mirë, po për ta paralelizuar me lojën, të them ku gaboi Silvinjo. Silvinjo ka gabuar test vendësimi pas golit të parë, okay, pësuam gol, gjë normale që mund të ndodh. Po, zvendësimet fare. Zvendësimi gabuar që ka lovi futi Pilo në krahun e majt, pra bëri dublant të krahut të majt, Mita edhe Pilo. Këtu tregoi që ky trajner po mendonte të shkonte te shtesat. Pra tregoi frikën e tij, e kanalizoi në këtë lloj veprimi. Pastaj
futja e Muçit aq vonë, futja e Brojës, domethënë jo në momentet e dura, nuk I dha detyrat e dura, domethënë kishte kohë kombëtarja që të lidhte dhe një lojë. Bëri çdo gjë gabim. Bëri çdo gjë gabim, e prishi fare se kur ke frikë të kapin këto. Kemi tjetër telefonat ndërkohë dhe patjetër që do ta mirpresim. Alo? Përshëndetje. 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 Alo. Përshëndetje, kush je nga telefonon? Unë jam Agim nga Maliki. Përshëndetje Agim. Se nuk Po flisnim për kombëtaren, çfarë mendimi ke? Maliki. Çfarë mendimi ke për kombëtaren? Po për kombëtaren më smerre me. U lodhe, E kombëtaren nuk merre me tash. Ja oj që Jo, edhe unë Ja ka sot, me gjumizën. Po ne edhe sot edhe disa I lodhur jam, se kam dëgjuar shumë, edhe jam lodhur me kombëtaren. Mirë po, e kemi për detyrë ta themi. E shumë gëzime e prit e kombëtaren, po nuk është kombëtare ajo. Na shgënjeu ashtu është. Për Skënderbeun ke një parashikim? Nuk e futi minute 80. U për Skënderbeu më rrezem ato vinë Korç nesër. Hajde. Ato vinë Korç. Është pas nesër ndeshja. Edhe do të pakoj të dyve, do të jap kafe të dyve ju çuna edhe atë zinzifin. Edhe zinzifin ta marrim. Aty na ke atëre. Sa te zyre Para stadiumit do të marr telefon, po mirë. Okej. Hajde. Po ka ty jemi ne, në stadium jemi ne. Sa e luan Skënderbeu aty na ke, kështu që na gjen Te kollaj. tribuna, në qendër ose te gazetar, dy rrugë janë. Ka fitore, po e ka Korç, ka Skënderbeu fitore. Okej, hajde se na duhet fitore me patjetër që këtë të fundjavë. vazhdojmë të ruajmë këtë 3 pikshin në avantazh. Okej. Nuk ka Okej. Nuk dëgjohesh mirë Agim Në rregull. Takohemi pas nesër. Zinxifi do ta marr Me atë. biri zinxif. E ne a di pse hapa të pjesën e Skënderbeut se vërtet disa jemi kaq të lodhur, kaq të mërzitur nga ajo kombëtare sa dhe mos e diskutojmë më dhe nuk e diskutojmë më, ore, kupton aq. Jo, ti themi 2-3 gjëra më që themi më patjetër, po të them edhe ne atë është dufit. jemi lodhur u lodhëm shumë nga ajo kombëtare. Gjithsesi, vazhdojmë me pjesën e analizës. Mua më vjen çudi, më shumë çudi është llafi I dur me faktin që disa lojtarë janë totalisht nuk japin asgjë, janë fare jashtë forme dhe ai përsëri I mban. Kristian Aslani për shembull, është një lojtar zero me bisht. Në pothuajse në çdo ndeshje. Keq më vjen ta dëgjoj dhe ta themi këtë gjë, po Ore nuk bën asgjë më fare hiç. Ai në mes fush ishte me një lojtar mangut. Ore asnjë pasim I saktë, asnjë vertikalizim, asnjë ndryrje, domethënë që ndërprerje aksionesh, një ndërtim aksioni nga e para. Hiç më fare, as luante hiç. Ishte apo s'ishte. Se kuptoj pse I shkoi karriera ashtu aty, domethënë kaloi te Interi te Ai më mirë ishte kur nuk luante te Interi, kur ishte në Stol. Jo, se dhe te Torino fillovi të luante, po se çfarë pati me atë trajneri? Dhe ata nuk ishin të gatshëm që ta vazhdonin uazimin se klubi dheshte 50 me 50 e marrim se marrim. Ai u revoltua, mbeti 3 ndeshje jashtë fare dhe pas e kaloi te Beşiktashi që ne tham që për mua është ulje në karrierë. Po normal mo. Dhe aty po është klubi I cili ka shumë lojtar të mirë në përbërje dhe duhet të luftojë për formacionin pavarësisht. Aja sa ty s'ka për të luajtur më. Kot I mori ta të pjeta këta kur nuk kujdesen për veten. Keq na vjen sepse është regjisor I mirë. Dhe ai dhe Broja, dhe edhe Armando Broja. Edhe aty më vjen keq. Tani lojtarë ne kemi 5 vjet presim çdo vit nga këta, të vi Broja, të vi Aslani. Shumë na lodhën domethënë, na lodhën edhe nuk. Po ti shikosh edhe Sheu ka për një ndeshje të dobët. Sheu ishte top dhe ai ai që më zgënjeu në këtë ndeshje ishte Qazim Laçi, gjithashtu unë kisha shumë më erë më agresiv, ai është një lojtar që gjithmonë jep shpirtin në fush, por në këtë përballje pothuajse nuk është dukur fare. Është vërtet. Dhe nuk mjaftojnë ato lotët pas ndeshjes sepse ti tani nuk e justifikon. Trajneri të fut titular në një ndeshje kaq të rëndësishme. Ishte Uzuni që e lartë, domethënë Uzuni që kaloi gjithë peripetësit, nuk shkoi në Europian, pastaj ndroi edhe menaxherin që u bë lojtar titullar. Lojtar punëtor Uzuni, nuk e thua. Këta Silvia nuk e deshte e kombëtaren, e pas si trampolin për veten e vet, po nuk e donte. Jo, nuk e donte sepse nuk e donte më, sepse ishte pjesë e klaneve. Përshëndetje. Përshëndetje Elbasani. Po. Atëre ç'mund na thuash? Sa I përket ekipit të parë. Po. Sa I përket ekipit të parë, 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 po. Sa I përket
Tani, fati ka ishte. O, Ilir, po poezia e ti e bere shumë të bukur, do ishte bërë një poezi sot për humbjen. Tani, për humbje. për humbjen nuk justifikohet. Por ama, duhet të që sigurisht falenderoj dhe më shumë ekipin e Kosovës, se cili Na dha më shumë emocion. Do ta prekim edhe Kosovën. Në pjesën e dytë. Që u kualifikua fazën e parë play-offit, po nuk ja dolin dot me turqit. Për sa i përket ekipit ton kombëtar, këtë tradit kemi pasur ne. Shënojmë golin për para, pastaj nuk e mbajmë rezultatin. Por kur e mbajmë, shojmë golën në fund. Po, e vërtet. Gjithmonë kështu ka ndodhur. Tani, unë do isha i mendimit kështu. Nuk e justifikoj, nuk e paragjikoj fare trajnerin. Por me këto play-offet duhet ishin me dy takime. Po tani ne do ndryshojmë formulën. Nuk i themi do Infantinos ne ndryshojë. Për shembull, mirë për Shqipërinë, po për Italinë e Donnarumës. Edhe Italia me penalti nga Bosnia. Kjo është e pafalshme. Jo, nuk është e pafalshme fare, është e turpshme, jo, e pafalshme s'është se Italia në atë derexhe është katalitë. E di si është puna e Ilir, tani që e hoqi Maqedonia, e hoqi Bosnia, tani radhën e kemi ta heqim ne. Po, në 4 vjet. 2030. Po, kështu i del, Italia është bërë fuqi barudi për Ballkanin. Po. Ilir, të përshëndesim shumë. Ju përshëndes dhe unë gjithashtu. Faleminderit. Fitore e klipit Korçës. Po, pas nesër. Pasanit me Dinamon. Po, patjetër. Suksese, patjetër. Edhe ju uroj vazhdimësit të emisionit. Faleminderit Ilir. Do të lutesha të qëndroje deri në fund se kemi një surprizë në fund të emisionit. Edhe ti je ndjekës i rregullt, edhe dy ta dëgjosh. Da njek sigurisht. Faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e mirë. Atëre, po thua atë do dilni atë pjesë e klaneve, sepse këto janë gjëra që klaneve të kujt? Klaneve çka të kombëtarëve, grupet e menaxherëve, për t'u shpëtuar karrierën Bajramit, luajti Bajrami. Nuk është luajti se kemi telefonat? Përshëndetje? Ndoshta ishte Iliri ose ishte ai që do telefonon sërish. Çfarë i shpëtoi karrierën tash? Ata përveç se e fundosën më keq. Ore, mirë, ata ja dhanë mundësinë që të ketë mundësi të luante dhe të tregonte vetën e janë gjëra të ndryshme, Petrika, do të bëj pyetje ndryshme. Nëse Bajrami do ta bente atë golin aty. Dhe do shkonim 0-2, do ta kalonim Polonin. Çfarë do thoje? Prit, do ta them çfarë do thoje. Përshëndetje. Ani nga Korça, fini mirë. Përshëndetje Ani. Ç'kemi Ani, si je? Po unë të thasha Petrika do bëj gol Lewandowski, më thej që është 37 vjet. Edhe më doli parashikim. Po mirë tani të doli, hajde edhe me golin Lewandowski, mund ta menaxhonim ne, po. Iku pastaj. Po nuk e di, mua më keq më erdhi për Kosovën. Edhe ajo na trishtoi. Na trishtoi shumë. S'ka problem tani, s'kemi çfarë të themi, s'kemi çfarë të bëjmë se kthem dot kohën pas, po mundohemi vetëm të gjejmë ndonjë gabim, ndonjë diçka dhe shpresojmë të largohet trajneri, nuk e di, e me këtë mendim apo jo. Po trajneri, po tash kishte për të dhënë në dha. Na lodhi. Mbaroi cikli. Mbaroi cikli. Po, vërtet. Të shikojmë në tjetër. Tash të shikojmë janë dy emra që në italian tjetër. Alessandro Nesta. Janë duam prodhim bione, vendi. Nuk ju beson kollaj federata ora. Po është një Ilir Daja. Nuk i beson federata. Mama. Se ka mirë Daja. Nuk ka mirë Daja me duk. Pse më unë për shembull unë do kisha shumë dëshirë ta shikoja. Po më patjetër ne kemi dëshirë ta po shiko Daja ishte brumë këtu në Korçë dhe dha. Nuk ja u vlera si trajner. Jo, jepaj, kudo ku është jepaj Ani, edhe në Kosovë dha shumë ai. Kishte kontingjent lojtarësh këtu ku po edhe në kombëtare do ketë kontingjent ai, se në kombëtare ka edhe më shumë kualitet. Po mirë, po. Do zoti, mirë. Ja të shikojmë. Okej, të përshëndesim. Mirani, faleminderit shumë për telefonatën. Skënderbeun them që do fitoj, po kështu me të shtyme. Na nesër, pas nesër na duhen patjetër pikët, kështu që sidoq të shkoj puna. Këta tani kështu. Ore, ju vjen mirë ne tifozat, edhe ju që jeni specialist domethënë, ne kërkojmë më të mirë nga Skënderbeu dhe do vazhdojmë të jemi kërkuar. Po. Si u vjen mirë, është përgjigja. Ju vjen si u vjen,
Prandaj po them. Okej. Nuk jemi vetëm për të mirën e Po shëndetit. normal. Po, vetëm, sa e duam ne, nuk e do askush kur i thon fjalës. Po prandaj po them edhe Petrika. Ti je mësues vetë si puna ti nxënësit. Po ke mundësi të më thosh më miri. Patjetër. Edhe ne janë mirë, po kanë mundësi të jenë edhe më mirë. Patjetër. Dua më të mirën. Po. Mirani, të falenderojmë shumë për telefonatën. Mirupafshim. Më bëre pyetjen e Bajramit. Tani, një sekond. Kur ne bënim emisionin këtu, ne ishim të parët, po të them pa egzageruar kudo që ne parashikuam saktësisht formacionin. Të thash që problemi është Bajrami. Prit një sekond, prit. Bajrami luajti në një pozicion që nuk e kishte të tij. Mund të luante Ozuni shumë mirë aty, thjesht Bajrami duhet ishte formacion se duhet të ishte në formacion. Këtu jemi dakord. Tani po ta kishte bër Bajrami atë. Gjatë gjithë pjesës tjetër të lojës Bajrami ishte zero. Ai rast ishte rast prej fëmijësh, do ta quaja unë. Atë rast edhe unë dhe ti nëse e kalibroni mirë. Dal, prit. Jo, tash po nuk do t'i kishte meritat Bajrami. E pare punës, tani dëgjoj se ti e shikon pak cekët. Pse? Pasimi i Ysajt ishte shumë i dobët. Ishte mbrapa, një futbollist i mirë, një pasues i mirë, aty do ta jepte topin nga përpara. Do justifikosh goditjen e Bajramit tash? Jo, unë do justifikoj që ai, domethënë, aty u zu hapësira. Ai kishte Bajrami si ishte fare të lojën, vetëm atë rast që u shfaq. Në rregull, po aty, domethënë, mënyra që nuk e bëri dot golin u ndikua edhe nga pasimi i dobët. Aty u bllokua direkt. Bëri një lëvizje shumë të zgjuar. Inzori jashtë lojë, e shkëlqye që lëvizja. Dhe pastaj unë nuk e kuptova pse goditi aq me fort. Po pra, kjo ishte. Kur thjesht mund ta dërgonte. Pse goditi? Ja ta shpjegoj edhe pse goditi. Që godiste me inat, shikoj ç'bëjon. Inati. Prit tani se kemi një fakti që nuk luante, u mblodhën shumë gjëra dhe e donte ta çante ritëm pra. Po mirë, po ta kishte bër gol ai. Po ta kishte bër, po ja ç'se bëri pa. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmbrëma çuna. Mirëmbrëma. Tani për kombëtaren detyrimisht të gjithë jemi të zgjinjur. Po. Dhe zgjinjimi vjen nga rezultati i lojës, nga përgatitja e ekipit, nga përbërja, edhe nga vendimet e trajnerit. Dhe trajneri që është i fundit që janë komplet gabimet e tija. Tani po dëshirat ishin të mëdha për të fituar e për të kaluar më tej. Po kur shikojmë që ishi Italia, ikën dhe ekipet e tjera sikur ngushëllohemi. Po fiks. Po çfarë? Po jo më pse ngushëllohemi? Su kualifikua Italia. Sa e turpshme ishte Italisë. Ne kemi kismetin ton, po gjithsesi, domethënë kishim mundësi për më shumë. Ndodhte kjo më kur ishim. Le të shohim përpara, ndeshje do kemi, eliminatore do ketë. Po trajneri duhet të ndrohet dhe duhet të ndrohet mentaliteti i ekipit ton kombëtar. Po. Kështu them edhe unë. Duhet të jenë më me kem në tokë, mos kërkojmë maksimumin atje ku nuk e marrim. E drejt, shumë e drejt. Se Lewandowski nuk e mbajmë dot 11 veta ne. Po mbaroj filmin. Ja, ata duhet të mbanin ata kaq. Mbaroj, iku kjo punë. Për sa i përket Skënderbeu tani urojmë fitore. Se do jetë edhe në një zgjënjim tjetër besoj se tashin jemi në atë. Së shudi, po që ndeshje shumë e rëndësishme, pas nesër duhen patjetër 3 pikët. Po në qoftë se do të shkasë këtë radhë, prandaj mbaron pastaj. Na bëhet një tufë zgjënjimesh pastaj. E shpresojmë që jo. Mirë, atëre t'i lem radhëve të tjerëve çuna. Kemi ta. Për kritika jemi të vetmit pastaj ne, po ta lem me kajtë se jemi trajnera ne. Okej. Të përshëndet shumë për telefonatën. Po thonim për pjesën e goditjes së Bajramit, domethënë kur ti nuk luan, u mbeti stiktet e portës Sonja. Ma i ka edhe me Serbinë, mban me ç'bëri me Serbinë, doli bëri një super aksion vetë. Po, që ishin në fund fare dhe humbi. Po, dhe humbi. Kjo është që ke 2 muaj pa luajtur, 2 muaj në stol. Jo në stol, më fal, në tribun. Në tribun vem unë e ti, jo ai. Ai s'ka kontaktin me fushën e blet në të luajtur, por dhe nga stoli, mos edhe në stol pak nga pak do të vim. Ndjehet atmosfera. Ty nuk të grumbullon trajneri mos zotri. Dhe Glasgow Rangers ti nuk të bën. Patjetër, kjo ishte Silvinho e bëri hesab, besoj dhe i mori përgjegjësitë për stipër për fakt që nga momenti që e vendosi ta luante titullar Bajramin. Dhe normalisht, po të bënte gol Bajrami do ishte merite Silvinho, merite madhe do ishte. Do thoshim mos Silvinho e gjeti këtë, ky bëri golin na kualifikoi. Kështu do thotë, ti je i bindur. Po jo, unë thash më përpara se thynim në. Minimal ja Silvinho duhet ta pranonte fajin edhe të kërkonte falje. Pa i se bën asgjë. Po çfarë fal, ne jemi Brazil i tha. Përshëndetje.
Kush jeni nga telefononi? Nga Vlora ju telefonoj. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Na u ban 2 miq nga Vlora. Një e kemi, ti je miku i dytë nga Vlora. Po, unë jam Devolli, po banoj në Vlorë. E s'ka gjë, shumë mirë, për rëndësi ka që ti na telefonon nga Vlora. Po, tash për kontaren, Po. e pam edhe lojnë dhe ndrimin që prej ai trajneri gabimist, Po, tudi atë të riun, do me thënë, ai që ishte ajo forca. Kapaciteti. trajneri duhet alert ish vetë, mos pres me. Doria i dhe ti marrë edhe rogën e ja 2 muaj, të na djegë edhe ato 2 miqësore që kemi në qershor edhe pastaj do ikaj. Si që bëri reja. Unë mendoj që do ikë. Deri në Korikës. Dhe në korike, pra do djegë miqësoret e qershorit ai edhe do largohet. Po, mirë. E po ne na duhen ato 2 miqësoret që të paktën të vi trajneri i ri të mbledhë një herë ekipin, që të bëhemi gati, më sa më shumë kohë t'i lejmë trajnerit të ri, aq më mirë, po a do ikë zotria? Do ikë. Po tash duka e di atë. I madhi e di. I madhi. Tash për Skënderbeun. Po, Urojmë të fitoj të shtunën nuk e se ka. po. Të fitoj se mos na turpëroj si me Korapi. Na duhet patjetër fitore, me patjetër. Nëse nuk arrim të marrim 3 pikët. Nuk lihen më pikë, se Jo. ka me Pogradecin, e ka me Laçin. Po. E po do të jetë ndeshje shumë e vështirë, si ndeshje. Uroj të fitoj. Urojmë edhe ne të gjithë. Okej, Edhe juve gjithë të mirat. Faleminderit gjithë shumë. mirat dhe të përshëndesim. Faleminderit. Po pafshim gjithë mirë, kalofshim mirë. Faleminderit. Rofsh. Ne jemi emisioni vetëm në Shqipëri, e them pa frikë, që japim mundësi telefonuesve ose të gjithë dëgjuesve tan që të shprehin ata mendimet sa i takon futbollit, sepse ka emisione me telefonata. Por për futboll ne jemi të vetmit. Të vetmit që i lejon. Besoj se jemi të vetmit, do ta kontrolloj këtë gjë që ta vërtetoj javën tjetër. Okej, po mirë. Okej, tani jemi në fakt në fund të pjesës të parë. Besoj do të kemi dhe disa minuta në pjesën e dytë për kontaren, do të flasim edhe pak për Silvinjon. Në fakt për Silvinjon sepse duam që të largohet. Duam patjetër që duam, patjetër që duam. Mos e themi kështu. Jo, patjetër unë duam të largohet sepse besoj e mbylli kapitullin e tij të kombëtarëve shqiptare. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro, kush je? Nga Korça marr. Përshëndetje njerëz. Të dëgjojmë, përshëndetje. Dëgjojmë, po. Urdhro. Kombëtarja tonë me një trajner prikacak. Po? Kinje parasysh. Futi Pilon atë që e kish marrë nga Greqia. Pilon, mirë ja the emrin, shumë mirë, tamam. Mbrojtësin. Ai duhet që Mario Mitajn duhet ta kish kaluar në mesfushën njëherë. Ai la e bërit kundërt. E pare punës. Trajner nuk jam, po të paktën ta kish kaluar në mesfushën. 2 gjëra i marr vesh tuaj. E kaloi tur atë pozicion. Mita ishte mirë me Polonin. Edhe e dyta, po jo. Mita ishte shumë. Beri gabimin në të matë qoj që Arberogjën. Po s'po jep të gjë edhe ai mos. U lodh. Po miro u lodh, po të paktën i mbante 2 mbrojtësa të Polonisë. Di ku është problemi, të gjithë prisnin Muçi dhe Mehmetin, ai shkonfut Pilon, edhe këtu mbaron filmi. Po ki një gjë parasysh. Ai vajti se futi asë në mesfush ata, e futi në sulm. A i nga mbrojtës në sulm. Nuk e futi sulm, ai e futi për të dubluar krahun e majt dhe të mbrojë më tepër. Është ai Petrika që ai donte të mbronte rezultatin. Ki një gjë parasysh. Për 7 minuta që e futi Ernest Muçin edhe Arber Brojen, ai Armando që nga via kufizuse e pushës. Derisa vajti aty kaluan 7 minuta, s'kapi do të një top me kemë. Sa nuk futet 7 minuta Muçi, futej të paktën një pjesë, po ai një pjesë të paktën. Nejse, nuk kemi shtibem. Edhe dyta, Anis Mehmetin, përse e mori për ta mbajtur në stol? Po kot i merr dhe i djeg kot, edhe Muçi jo po u dëmtua jo kështu. Edhe atë Hasanin e la në tribunë. Po Mirja Berja. Gripshin edhe atë Klisman Çaken. Po provojë ti, le 2 të tjera atje.
Po çfarë ti bëjmë tash? Ti parasysh, ai është një trajner që punon vetëm me një strategji, nuk ka një plan A ose një plan B. Po, Njëjtë. e drejt, shumë e drejt. Ai ka mbaruar si trajner, duhet ik një satë më parë. Okej, të shpresojmë dhe të shohim një tjetër. Ka piru i pilafi me këtë trajner. Okej, të falenderoj Faleminderit shumë për telefonatën. Më fal. Po se kemi Skënderbeun dhe. E mirë. Po, okej, po shumë shkurt sepse jemi në fund të pjesës së parë, të lutem. Skënderbeu u ri me njëra edhe Po çuri me këta të shtunë duhet me pa tjetër një fitore me rezultat bindë. Ka shi i liris. Na duhet një fitore pa rezultati. Ata janë katandisur aty që të fitojnë 1-0, të jemi të lumtur neve, pa bind se nuk fitojnë dot ata, se s'ka kush bën gola. Ja, edhe e dyta, edhe ndeshjen tjetër që kanë me Kastriotin, po ti mbyllin këto dy ndeshje. Ashtu po. Që janë brenda. Pastaj të shikojmë këto ndeshjet e tjera me Përgadetin edhe me Laçin. Po, dy ndeshjet që kemi brenda nuk duhet i falim mirë. Po, pavajtur te finale. Të keq puna pastaj. Pavajtur te finale me Laçin. Të paktën të marrim 6 pikshin. Okej, të përshëndesim zotri, faleminderit për ndërhyrjen. Mira, kaloshi një ditë të mbarë. Gjithë të mira, shëndet. Okej, tani jemi në fundin e pjesës së parë dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë ku do të flasim sërish për kombëtaren, por do të prekim dhe Skënderbeun ndeshjen e ardhshme. Dhe Kosovën pastaj Skënderbeun. Okej, patjetër një hapësirë edhe Kosovës. Rikthehemi vetëm pas një momenti publicitar. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Tash e them me sport dhe në fakt unë dua të përfitoj nga momenti për të komunikuar diçka shumë të rëndësishme. Ky është emisioni i fundit për mua që do të jem pjesë e Tash e them me sport. Për mua si Enea, ndërkohë që Petrika së bashku me një kolegun ton Brendon do të vazhdoj sërish emisionin Tash e them me sport edhe në vazhdim. Është momenti që të shkputem sepse po e njoftoj që tani dhe po e lançoj që së shpejti do të fillojmë një tjetër projekt me kryeredaktorin e këtij institucioni, Llazi Saron, një emision tjetër do të ketë me tematik patjetër sportin dhe do të jetë diçka shumë interesante që do të vijë për publikun. Nuk do zbuloj detajet e tjera, por do ta lëm në vazhdim. Kështu që Petrika, më vjen keq që rrugëtimi përfundon këtu, është një emision që unë e kam krijuar me shumë dëshirë dhe dashuri të madhe, si autori i këtij emisioni në këto 3 vite. Besoj që kam marrë shumë, por edhe jam dirë shumë mirë. Si me kolegen Eva Marën që kam nisur, ashtu edhe me Petrikën në këto momente. Duhet, përpara se të them diçka, duhet të njoftoj edhe gjithë dëgjuesit që Tash e them me sport nuk do të jetë me ditën e enjte në orën 17, por do të jetë ditën e mërkurë në orën 17. Kështu që të gjithë dëgjuesit e ata shikuesit e shoqërshës dhe të emisionit ton Tash e them me sport të përgatiten sepse emisioni do të jetë ditën e mërkurë. Unë të uroj vetëm fat në emisionin e radhës dhe sa më shumë suksese. Ne besoj do na bjerë rasti që të takojmë edhe patjetër ne miq do jemi, të takohemi patjetër, por që mua më vjen keq domethënë që nuk do ta bëjmë me emisionin bashk, por edhe blera e Mercatos që drejtori ka bërë është blerje shumë e mirë. Edhe trajneri Po, ishte merkato emergjente kjo, lëvizje të... Po ishte i lirë në merkato Brendoni edhe, kështu që do ta presim ditën e mërkurë të javës në vazhdim për të... Okej, dhe unë ju uroj suksese të dyve dhe shpresoj të vazhdoni në këto ritme që kemi qenë. Emisionin e ri që ti do fillosh dhe i ftoj dhe të gjithë dëgjuesit e shikuesit të emisionit ton ta ndiqni emisionin që do të zhvillojë Enea, sepse do të jetë për sportin dhe ju unë shikoj që ju jeni të gjithë apasionuar dhe e doni sportin, por do të jetë në një vështrim tjetër, kështu që do ta ndjekim të gjithë së bashku dhe shpresojmë që të keni sa më shumë shikueshmëri, dëgjueshmëri, rekorde. Faleminderit Petrika. Këtë eksplozivitetin e telefonatave do ta mbaj unë, se thash. Mbaj ti këtë. Unë do ta bëj pa telefonata. E ke pa telefonata, kështu që ju miqtë e Tash e them me sport nuk do më braktisni. Okej, këtu jemi. Atëherë, vazhdojmë edhe pak diskutimin për kombëtaren shqiptare dhe për t'ia vënë kapitullin për t'ia mbyllur këtu kapitullin e kombëtares, sepse për fat keq nuk u kualifikuam dot në botror. Tani duhet të
synojmë të zhvillojmë eliminatore të mira për të tentuar kualifikimin në Europianin e vitit 2028, që është shumë larg, por që na duhet një trajner tjetër, mendoj unë paktën kështu, besoj që edhe shumica e tifozëve të tjerë do të mendojë si mua, edhe si Petrika njëkohësisht, kështu që do duhet të shohim se çfarë do të ndodhë. Tani nuk mund të na sjellë më fati ose nuk mund të na çojmë në të njëjtat situata, mund të jetë më të ndërlikuara, mundet absolutisht dhe më të thjeshta mund të jenë, sepse shorte janë, nuk i dihet, por që ç'në si ka, ne na duhet rritje graduale, ne na duhet të konsolidojmë të marrim pjesën e Europian njerë, që domethënë me këtë formulën e re të Europianit nuk duhet ta humbasim asnjëherë këtë. Dhe jo vetëm ne, po dhe Kosova. Patjetër. Kështu që të shpresojmë që këto dy ekipet tona i kemi në Europian dhe pastaj mendojmë sërish për kualifikuesit e botërorit, por që asnjëherë nuk mund të jenë dinamikat e njëjta dhe ne të thashë ne na duhet një trajner i cili guxon. Okej, do doje një trajner shqiptar? Për shembull Ilir Daja. Edhe thashë theme bre. Okej, nuk do. Ti e doja apo jo, më shkurt tani, s'ke pse i bie me analiza. E do apo jo Ilir Daja në kryet kombëtare shqiptare sot? Nuk e di si do të përgjigjoj grupi, sepse edhe këta trajnerë dhe këta lojtarët kanë edhe këta pretendime, duan të stërviten nga një trajner i mirë, një trajner i njohur. Shumë i mirë është Daja, shumë i mirë është Daja dhe është shqiptar. Edhe shqiptar është, mbase do t'i ecë, por nëse nuk shkonte diçka te Daja do t'i binte gjithë pesha Dajës. Pressionin. Ti e do apo jo? Jo, të pash. E më mirë, s'kam vi këta them. Okej, Besnikasin. Besnikasi mendoj se ka kualitetin e dur dhe eksperiencën e dur, është edhe te grupi këtij Ramadanit, te këtij menaxherit që mirë po Besnikasi, e ne duhet të kesh parasysh që i njeh të gjithë stafin e kombëtarës dhe janë të gjithë pothuajse ish kolegët e tij, ish lojtar. Po. Dhe e di si funksionojnë gjërat, edhe e di si janë problemet, edhe e di ku çalon gjëja dhe ka mundësi që të refuzoj, sepse askush nuk mund të vi një kombëtare, të i bëhet trajneri një kombëtare ku të ketë riskun se mund ta shkarkohet, të ketë riskun se mund të bëhen klane brenda grupit, të ketë riskun se mos si binden lojtarët. Në fakt, Petrika Duka e ka treguar që asnjë trajneri nuk ja ka ngrënë hakun. Dhe ti je i bindur që nuk do t'ja haj edhe një trajneri si Besnik. Nga Duka ajo. Po nuk më, të gjithë kanë punuar këtu. Këtu është lënë Panucci të bëj çfarë të dojë. Dhe nuk i është ngrënë hakun. Silvinion e ka marrë Duka? Mendon ti? Po patjetër. Jo, e ke gabim. Po kush? Silvion e ka sill këtu kryeministri Edi Rama. Po jo, më nuk. Jo, po tash do thash e theme. Po jo, më thash. Kjo është e vërtetat, më beso. Okej, po se besoj. Dhe 25% të rrogës së Silvinios e paguan shteti shqiptar. Nuk i di, këto gjëra nuk i di. E ka sjell të dy me Zabaletën, i ka sjell vet kryeministri Edi Rama. Po pse merr edhe me këto ai? Po çfarë thua, është sportist ai, është i fortë ai. Po që më beso që i ka sjell ai. Ndoshta më nuk e di. Po, dhe tani prandaj ky është i thashë them. Prandaj thot federata tani që duhet një trajner i cili të ketë një rrogë, jo, domethënë pak të përballueshme, sepse nëse s'bie dakord vet kryeministri edhe mund domethënë do të jetë një rrogë. Ja dhe këtë se dia o Petrika. Është sjell ka ngrënë darkë Silvinio më përpara me Ramën dhe me Zabaletën dhe pastaj ka ngrënë darkë me presidentin Duka që është mbyllur dhe Duka ka rënë dakord vetëm në faktin se është vit ta sjell kryeministri trajnerin në kombëtar. Po ta sjell më kryeministri. Po kryeministri bën të gjitha çfarë do posti. Kryeministri ka nuk e di. Është pushteti absolut. Dhe un po të them e ka sjell 100%. Se ta them un me garanci 100% që kryeministri Edi Rama ka sjell Silvinio. Dhe 25% kjo është e faktuar sepse figuron edhe në dokumenta që e paguan qeveria shqiptare paguan rrogën e Silvinio 25%, pra nga 800.000, 900.000 ose 1.2 sa i shkon me gjithë stafin këti, 25% sa i bie e paguan vetë shteti shqiptar. Interesant. Kështu që tani na duhet një trajner, që mos e sjell kryeministri. Po. Të vi një trajner i cili ka një CV ose ka një eksperiencë, mund të preferoja një trajner me eksperiencë. Prit mos e jemi te emra tani. Elam dhe Besnikasin ti thua do të pëlqente me sa kuptova, por nuk vjen. Se nuk vjen ai vet. Po. Okej, dhe i fundit që është deklaruar së fundmi është vetë ofruar për të marrë storin e kombëtares shqiptare. Florian Dura. E vën lehtë. Tani se ka luajtur me Robinho ai dhe me Kakan, me kë ka luajtur te Manchester City. I ke parë në televizor këta? Më kandidatura e Durrës është një lloj sikur të kandidoj unë e ti bashkë të jemi aty. Po mira, ne jemi të fushës së sportit. Po, që bëjmë edhe neve sa. Po çfarë më thua tani, nuk bëhet, nuk ka rrjedhën logjike. Ai u ofrua, tha jam gati ta marr, tha. Gati më keni, po të doni më konsideroni. Po Duro kë ka ekipin më të mirë që ka stërvitur. Ë? Ferizajn.
Nuk ecë, s'është njeri i mirë, ojne. Kur si njeri i mirë, Kur të ecë. po nuk të ecë tani se nuk do më ke treguar që ka një është pak negativ Duro. Mund të jetë njeri i mirë. Ka qenë futbollist shumë i Po mirë. flas në mënyra se si flet, është arrogant, është pak negativ, edhe kur të ecë, është e thjeshta. Ama si futbollist ke që thua. Po si futbollist po ka qenë në brezet e artët me skelën me këta. Duro Skela, Skela. Bogdani. Ishin lojtarë të mirë, por tani nuk na duhet trajner kombëtare në ONA. Jo tani Jo Big Brother tashi, Big Brother VIP tani se. Nuk bëjmë eksperimente këtu tani. thoj. Këta ishin, domethënë këto janë të paktën emra. Jo, ka dhe emra të tjerë, të them edhe unë emra. Ke Nesta, ke Nesta. Shiko, nga Italia gjithmonë ka pasur. Jo, është diçka. Duhet patjetër që trajneri të flasë italisht. E kanë si kusht këtë. E ka kush më vetë presidenti Armando Duca. Po pse i pëlqejnë italianët apo nga që do të flas vetë italisht të praktikohet edhe ka ca klane që unë dua 3 emisione që të zbërthej. Edhe prap nuk mund të zbërthej. Jo, më beso nuk ky aty tash. Trajneri duhet që flas ose të jetë italian ose minimalisht të flas italisht. Po çfarë duhet kjo? Sepse Silvinho pothuajse dinte italisht perfekte, ish pjesë shkollës italiane, po. Tashi. Po ti the që Solli Rama. E Solli Rama Duca i tha dua të flas italisht. Edhe ai i gjeti një Ore si di ti këto gjëra mua, kë më bën përshtypje. Unë kam një jetë që merrem me këto gjëra. Tash edhe i dim dhe sa gjëra. Tani pse nuk mund të sjell Rama një tjetër që të di italisht, pse sa të duash ai aq do të sa të shkojë në stadium. Më pëlqejnë këto thashë themet e fundit, këto janë tamam thashë theme. Okej. Atëre tani shkojmë pak te Kosova, e lejmë këta. Sepse Kosova ka bërë diçka. Kosova nuk e ka sjell as kryeministri dhe nuk e ka lënë dhe të punojë dhe ai presidenti i federatës. Gjëja më e mirë që ka bërë ai trajneri Foda është unë dua një grup të disiplinuar, tha. Nuk më intereson kush je, si e ke emrin, ku luan, sa vlerën e kartonit dhe ka bërë këtë gjë ai. Dhe i ka dhënë të drejtë, ka bërë një kombëtare me disiplinë, ka marrë lojtar që i përgjigjen. Po ka mundësi që luajnë aq mirë futboll. Ore i përgjigjen trajnerit, më janë dhe lojtarë që luajnë me minuta, me minuta. Edhe me Turqinë. Me çse kanë Sofje si kjo ore, në Bullgari lozin. E kupton o? Aman i kemë minuta 90, të gjithë. Që nga mbrojtësa deri në e kanë rëndesën e dur për të përballuar një ndeshje futbolli. Sa si këta tanët. Premier League, La Ligës. Që s'kan parë fush me sy, po bëjnë 6 muaj. Këta bëjnë me Miko e Nea tash. Këta vjen i japin mundësi Bajramit. Vjen luan në kombëtare, luan Hysaj, ka qenë tetor që nuk shikon fushën. Edhe luan atë. Luan, tash çfarë të them unë? Po e drejtë. Oxha ka 20 po luan vetëm 25 minuta e fundit. Po pse përfundoi ashtu? Po përfundoi se mbase ka lojtar më të mirë mo, Dinamo Zagrebit është fitanishte, çfarë thua? Dhe ndërsa kjo ka bërë një gjë të mirë, do lozin ata çfarë minuta. Përshtypje se ti ndjek më mirë dhe më nga afër, jemi përkushtuar dhe ka bërë shumë përshtypje futbollisti krau të majt te Kosova, Gallapeni që e ka marrë që nga 19 vjeçar te çfarë lojtari ashtu e Prishtinës. Po dëgjova që kërkon Leverkusen tani dhe me shumë mundësi do bëj një hap të madh te karriera. Po patjetër mo, e bën mo, është patjetër mo. Ore Marcelo po të them. Po është fantastik, si Marcelo po. Gallapenin që thua ti se kur erdhi në fillim Silvinho, se tani më thashë theme tamam. Jepi më vazhdon. Kur erdhi në fillim Silvinho, tash shikojnë Silvinho në ndeshjet e kampionatit shqiptar i Krekosur, Dinamo Vllaznia, Egnatia Partizani, atje Kreko, luanin këto shpresat e Shqipërisë 21 19. Silvinho atje. Shikonte në fillim, hyri puna në qef. E nisi 6 muajt e parë shikonte, vështronte si, domethënë bënte ndërsa Foda dhe pastaj Silvinho ra pastaj në këtë grupin e menaxherëve filloi ranë në këto umnerat e gropat e hapura të federatës edhe të lojtarëve që ne kemi të hapura sot e kësaj dite dhe mbeti aty Silvinho, ndërsa Foda e ka parë, domethënë imagjino tani të marrë një lojtar të Skënderbeut në 19 ose lem Skënderbeun po marrin Partizanin ose Dinamon të marrë trajneri kombëtarës një lojtar të U19-s të Dinamos. E bën dot këtë trajneri. Ai smert atë që luan me Dinamon e parë. Do marrë të. Ky është trajneri i vëmendshëm. Nuk e merr rrogën kot. Kur them që se merr rrogën kot, punon. Ore vetëm ndjek ndeshje çfarë të ketë në Kosovë. Mos i ndjekim ne që vetëm shikojmë volleybollin e femrave, basketboll e futboll e U19 e U20 të gjitha. Që vem ne jemi tifozë gazetar. Sa bukur e thua se volejboll. Pse i thua? Volejboll, e më mirë se tash është edhe pjesa që të ritmit të fjalëve. Okay. Dhe ai shikonte ndeshjet e Prishtinës U19, sepse futbolli kosovar i kishin thënë këtij që provon. Dhe vërtet ka provuar.
Ai e kapi që në 19 vjeçar të pagaluar te Prishtina zyrtare. Ç'është ky lojtar që po merr për Gallopenin, e kupton? Dhe i doli asmo, i doli fantastik. Ne po them nuk luante qendrën ai mbrojtësi krahut. Ku ka gjetur më? Ku i gjeti më? Ku i zbuloi? Te fidanishtet mo te moshat e ke. Te moshat e Prishtinës. Edhe ai Moslia, shumë. Dhe Moslia ka vite që luan në kombëtare, nuk ishte në nivel të lartë në fillim. Po sa mirë, sa lart pas ka ardhur. Më zgënjeu disi. Nuk luajti mirë në ndeshjen me atë. Ka bërë paraqitje Aslani më zgënjeu. Prit. Nuk e prisja më mirë në ndeshjen me Turqinë, por ishte kryesisht një përveç asaj goditjes. 2 goditje bëri. Okej, po njëra ishte fare, ajo traversa ishte flagrante fare. Ne po them njëra po dy hynte, ai bëri 2 detyrat që kishte, ai priti portirin. Mirë, po që nuk ishte në pritshmëritë që kishim të gjithë. Mirë, dakor. Morishi gjithashtu ishte dobët. Po dhe nuk i nxjerr më një ndeshje se nuk është ndonjë gjë e madhe, po janë lojtar klasi. Airizi është qendërmbrojtës. Edhe ai është fantastik. Luan dhe me karton dhe momenta me këtë është me ekipin me Bullgaria nga CSKA Sofia ka mundsi, po. Okej. Shumë i mirë. Airizi luante me CSKA-n e Sofjes. Pra, mbrojtës ish këlqyer më çfarë Vojvoda pastaj në nivel, Vojvoda ka ardhur lart. Portieri si ishte shumë në nivel në ndeshjen kundër Turqisë, po. Nuk ishte zbërtë më, pra është portier që ka ngritur nivelin. Turqia astaj ka moshën mesatare të ekipit. Moshën mesatare të ekipit sot. Po të redo ta ketë 23-25 do jetë. Shikon, domethënë ardhmja e tyre është e sigurt. Besoj ata do t'i kemi patjetër në botrorin e 2030-s. Megjithëse ju afruan kaq shumë edhe këtij të 2026-s. Po. Ka mundësi që të jetë vetë europiani. Tani këto minuta të fundit ti e zaurojmë për Skënderbeun sepse të gjithë në fakt aty e kanë mendjen. Okej. Jemi vetëm 3 pikë larg Laçit, përfituam nga një ndalesë e Laçit në ndeshjen e fundit të kampionatit para se të ishte pauza e kombëtarëve, kështu që Skënderbeu është disi i qetë tani sepse nga një pikë shkoi sërish 3 pikë larg vendit që e ndjek nga mbrapa. Tani si do vazhdojnë? Sa do ta mbajnë? Çfarë do ndodh? Shiko, Skënderbeu po i marri me radhë gjërat. Skënderbeu duhet fitoj patjetër ndeshjen me Ilirin, që e ka brenda në shtëpi, e ka detyrë shtëpie, vetëm ka një problem. Ka një problem sepse Iliria pothuajse është jashtë çdo llogarish, nuk kalon domethënë dhe është brenda asaj mund të hyj brenda gjashtes, mirë po pak rëndësi ka kjo pjesë, më shumë rëndësi ka pjesa që ne morëm atë, si të thuash, atë ndeshjen e parë që i kaluam që nga fusha e tyre, kaluam në Elbasan ato grindjet që patëm me Ilirin, goditjet, ato i mbajtën shënim shumë mirë ata, e kupton, dhe nuk do të ketë ndeshje të lehtë me Ilirin, sa të jemi ne, e kupton, dhe do të vi motivuar shumë Iliria, do vi shumë e motivuar në Korçë. Që është një minus i madh për Skënderbeun. Po, dhe ka mundësi që ti marr pikë Skënderbeut. Mirë, po nëse na merr pikë, unë do të them këtë, që kanë të sigurta dy gjëra, që po Gradeci fiton ndeshjen e radhës, Laçi fiton ndeshjen e radhës. Dhe kështu vetëm frikën e kam të Skënderbeu, do të arritë Skënderbeu të marrë 3 pikët, nëse i merr me Ilirinë, do të ketë avantazh më pas. Tani nga Pogradeci sa jemi përpara 7? Jemi 6 pikë. 6 nga Pogradeci. Dhe 3 nga Laçi. Unë kam idenë që jemi 7 nga Pogradeci. Po kam mundësi të jemi 7, edhe se kam mirë atë tabelën. Okej, domethënë nga Pogradeci ka një qetësi më të madhe. Laçi është ai që i bezdis më shumë. Shiko, Pogradeci tenton të kap Laçin. Laçi tenton të kapi Skënderbeun dhe kështu po ecin të treja me njëra tjetrën, kështu që një gabim i vogël edhe 5. Pra Skënderbeu duhet fitoj 3 të radhës, dhe nëse fiton 3 të radhës, i siguron që kalimin në kategorinë superiore dhe kështu përfundon historia. Nuk ka më dilema. Pra, pastaj ndeshjet e fundit Pogradeci Skënderbeu dhe Skënderbeu Laçi janë pa vlerë për ne, sepse ne duhet fitojmë këto 3 të radhës. 2 i kemi në shtëpi, 1 e kemi jashtë. Po ja dolëm Mbaroj filmi. Edhe unë shpresoj shumë. Dihet një lloj presioni te klubi Skënderbeut. Ka një lloj presioni, jo vetëm te klubi, te lojtarët, te stafi, që mund t'ju rishkas skema. Po, që mund t'ju rishkas skema, faktikisht ky lloj presioni vjen dhe nga pjesa tjetër sepse në kategorinë e parë po ndodhin disa estrada që nuk dua po ka ndryshime të lojës që janë të dukshme, i shikon me sy të lirë, për shembull Bureli ose Korabi ndryshe luajnë me Pogradecin, po fiton Pogradeci me një lehtësi absolute, ndryshe luajnë me Skënderbeun. Dhe ka ja 2 gjëra nga këto që nuk duhet të ishin, nuk duhet të ekzistonin në futboll këto, po ja që ekzistojnë dhe unë them që këto
e kam vënë në presion edhe Skënderbeu sepse Skënderbeu është i vetëm në këto momente. Mirë po, duke qenë se unë i kam dhënë 100 emisione që s'më binde ekipi, dhe tash erdhi dhe koha që u shtrëngua gjëja dhe është ndirë dhe një farë presioni te klubi. Shpresojmë ta kalojnë, shpresoj që të marrin 3 pikë, sidomos me Ilirin pas nesër sepse ato janë shumë decisive si pikë. Edhe nuk e di pas se si do të vazhdoj pjesa e ndeshjeve të radhës, mirë po me Ilirin duhet patjetër fitore. Nëse ja marrim, pothuajse me një kam në superiore. Okej. Mirë, tani me shumë mundësi këta do ta arrijnë, mase nuk është ndonjë gjë, janë 2 ndeshje brenda dhe 1 ndeshje jashtë, 9 pikë në lojë që janë në letër të paktën janë të realizueshme dhe të arritura. Nuk është se gjithçka mund të ndodh. Gjithçka mund të ndodh dhe presioni. Ajo që më dua të pyes unë ose ajo që të paktën s'mëri mirë mua ose edhe jo vetëm mua, por edhe gjithë tifozëve korçar, është që Skënderbeu në superiore e zem se u ngjit dhe me shumë mundësi do ngjitet. Duhet të vazhdoj me Ernest Gjokën apo duhet të marrë një trajner të ri? Se që këtu fillon edhe përgatitja e ekipit për Superligën, se si do të paraqiten aty. Më shumë se sa pjesa e Ernest Gjokës është pjesa e lojtarëve. Grupi. Po trajneri është i pari. Patjetër, unë kam thënë që për mua unë kam qenë diku në 60-40 për shkarkimin e Ernest Gjokës. Tani mund të jem 65 me 35, shkoj shpesh 70-30. Ritesh. Pra, ritem për shkarkimin e Ernest Gjokës, po gjithsesi është pjesë e vendimit të klubit. Unë dua të shikoj lojtare nea. Sepse po pate lojtarët, domethënë të kesh lojtar. Jo, ki lojtar sa të duash, po mos pate trajner. Jo, dakord, më të dyja duhet të ecim bashkë me njëri tjetrin. Gjokës i mbaron edhe kontrata, se di më pasaj si do të Ti si do doje, po më që derisa të 70 me 30. Unë jo, me që se mbaron edhe kontrata. Po pse? Sepse nuk më bindën, sepse nuk ka një lojë bindse, nuk ka një lojë të mënyra të mirë për reagim. Shumë thonë që nuk ka brum, nuk ka lojtar. S'ka lojtarë. Nuk ka lojtar cilësor. Shko, edhe e vërtet. Po të kishte lojtarë më të mirë do luante më mirë. E vërtet është, po unë nuk shikoj reagim në momentet e vështira të trajnerit, sepse edhe 11 drunj të kesh, nëse i motivon siç duhet, ata të japin një paraqitje. Po patjetër, unë thjesht nuk shikoj reagim. Nuk ka një plan B. Nuk s'ka grind. Nuk shikoj një plan B të ti, një plan C të ti, të ditë të dalë nga situata të ndryshme, që kur ta shikojnë ata lojtarët edhe ti zerë frika, domethënë që të shikojnë trajnerin që po ju jep maksimumin, nuk e ka këtë pjesë. Gjoka është një pak më diplomatik në mënyrën e trajningut, mirë po mua ne tifozëve gjithë nuk na pëlqen kjo mënyrë, ne duam trajnerin pak më agresiv ose pak më të saktë në vendimmarrje. Nuk është se ka treguar një nivel të kënaqshëm dhe në superiore dhe në kategorinë e parë. Dhe unë mendoj që nëse mbaron në kontrata, mos vazhdoj. Gjithsesi, pra mbeten dorë të klubit. Okej, ne i urojmë Skënderbeut ngjitjen e sigurt në kategorinë superiore, sepse siç e tham janë edhe 5 ndeshje shumë të rëndësishme, të cilat Skënderbeu duhet t'i kalojë. Në fakt është Laçi vetëm 3 pikë mbrapa dhe është një rrezik konstant për ekipin korçar, kështu që një hap fals mund të përkthejë në një gjendje shumë të rënduar për ekipin e Skënderbeut. Duhet të tregojnë të kujdesshëm. Paktën këtë i bëjmë si apel edhe ne nga të kujdesshëm të studiojmë, sepse duhet motivim patjetër për këto 3 ndeshje përpara se të vim të 2 finalet. Domethënë në këto 3 ndeshje duhet sikur të jenë të gjitha finale, sikur duhet fitore patjetër dhe të arrijnë të marrin fitore. Okej, tani ne ja urojmë ngjitjen e Superligës me gjithë shpirt sepse duam që t'i shohim me elitën e futbollit. Por pse nuk do donim ne të flisnim për Skënderbeun e superiores, pse duhet të flasim për kategorinë e parë? Pikërisht, që këtu nis. Tani Petrika jemi në fund të emisionit Tash e them sport, ma mbaj mirë këtë emision. Do ta mbaj mirë patjetër. Sepse e kam krijuar me shumë dëshirë, siç të thash, dhe ka qenë besoj i suksesshëm, këtë tregojnë edhe audienca dhe telefonatat e shumta që ne kemi gjatë emisionit. Do vazhdojnë rrugëtim të mbar Tash e them sport. Unë shpresoj që do të arrit më tepër. Mendoj se do të arrit. Më pëlqen optimizmi jot, edhe besoj dhe shpresoj shumë që t'ja arrish. Base do shihemi ndonjëherë tjetër si i ftuar unë, nuk e diet si do ose mund të telefonoj unë siç bën Spartaku. Jo, ma do vish këtu ti në mes. Bëjmë ndjekësi rregull dhe unë si Muameri me Spartakun. Atëherë edhe një herë po ju bëhemi të tre. Po ju kujtoj edhe një herë të gjithë dëgjuesve që emisioni Tash e them sport do të kaloj ditën e mërkurë në orën 17:00. Pra shihemi me blerjen e re të Mercatos me Brendonin dhe të mërkurën në orën 17:00. Okej.
Bashkë miru pafshim, shpresojmë të dëgjohemi shumë shpejt në një projekt të ri që vjen në ekranin e RTS Korçës. Miru pafshim.